Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e flisë tradicionale me mos gatuni e përgatitur në një mënyrë shumë thjeshtë, me një teknikë shumë të shpejtë për përgatitje. Besoj se kam ju pëlqyer receta, ku ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në fillim përgatisim çullin e flisë. Tu kam 3 kg me miell, sepse jam duke përdor një tepsi me numër 55, një tepsi të madhe. Qofse përgatit në një tepsi më të vogël, atëherë pakoni masat. Për secilën kilogram të miellit na duhet një lugë gjelle me krep, shtojmë kripën. Unë jam për ngutë dhe për atë arsye jam duke shtu tash ujë val të nxehtë që më shpejt të përgatitet çulli. Për këto masa të miellit na duhen dikun 5 litra e gjysmë ose 6 me ujë. Unë jam duke shtu ujë val të nxehtë. Ujin kështu e shtojmë në fillim një pjesë, e përzim ujin shtojmë pjesë, derisa ta fitojmë trashësinë e duhur të çullit. Përzim shtojmë ujin, mund të përdorni dhe ujë të vakët apo të ftoft, varet. Po nëse jeni për ngutë, atëherë përdorni ujë val të nxehtë, më shpejt do përgatitet çulli. Kemi formuar çullin, kam fituar trashësinë e duhur. Tash do e lëm kështu brumi të qëndroj derisa ta bëj zjarrin gati dhe më pas brumin do e hedhi në shishe plastikës, kështu që ja kam shpu kapakut një vrim që më lehtë ta kaloj brumin në tepsi. Pasi çulli është gati, përgatisim harxhin për lirjen e flisë. Këtu kam 250 gram me gjallë, shtoj 500 gram me kos. Dhe i shtojmë mas, unë kam mas shtëpije, mund t'i shtoni mas marketi apo shmak, mirë po me mas shtëpije më e mirë do jetë. Dhe masën vetëm se e përzim mirë, derisa ta fitojmë një mas të bardhë. Kemi vez një zjarr të fuqishëm, derisa brumi të jetë gati. Tash do e bëjmë prush që më pas ta mbushim saçin sipër. Me prushin e formuar, mbushim saçin sipër. Mundohem që ta mbuloj gjithë saçin që më shpejt do të flitë. Kam mbushur saçin me prush dhe hijë, kam formu përsëri një zjarr fuqishëm dhe nxehi mirë saçin tash. Tash marrim tepsinën dhe i hedhim vaj të bollshëm. Pak e përhapim kështu vajin me gjithë tepsinën dhe sipër vajit hedhim krip. Kripa ndihmon që më lehtë të largohet flia pas pjekjes nga tepsinja kur bëjmë prekjen e flisë. Saçin e nxehur ja vendosi tepsinën që nxehet vaji. Kam nxehur tepsinën, tash e kthej në zjarr saçin dhe filloj që ta hedhi brumin, kështu me anë shishës se kam shumë lehtë. Rendi i parë nuk i jepet forma e mirë, kurse rendave tjerë do i jepet një formë shumë e mirë. E hedhim kështu si mundeni. Tash ja vendosim saçin dhe e pjekim për 4 minuta. Kam pjekur rendin e parë, ja largoj saçin. Tash edhe rendin e dytë, nuk ka nevojë që të shtrojmë nga haxhi për lyrje. Rendat në fillim shkojnë më vështirë. Hapësirat e ngelura pa brum. Ja vendosim saçin dhe e pjekim. Largojmë saçin. Tash e marrim dhe e lyjm me mas. Mirën
mos apo harç dhe njëra nga çupli. Nëse keni mos gatuni, siç e kam në këtë rast unë, shumë e mirë të del flija, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash hedhim çuplin. Kështu, shumë shpejt përgatitet me shishe plastike. Dhe ja vendosim saqin. Mënyra e njëjtë shkon tutje, duke shtruar një rand me brum dhe një rand me mos të përgatitur apo harç dhe duke e pjekur në secilin rand. Jemi në fund të flisë, tash e pjekim dhe rendin e fundit. Tek rendi i fundit, pasi kam bërë pjekjen, hedhi vaj, nuk hedhi nga harçi dhe përhapi kështu. Vajin pak vaj, që mos bëhet skuqja shumë. Dhe nën fli, tash do e mbushim me prush sanxhaku. Kemi vendosur fli nën saç, nën sanxhak kam vendosur prush dhe sipër ka saçi prush, do e pjeki për 15 deri 20 minuta. Ja largojmë saçin dhe flija tash është pjek, ja kam largu saçin dhe e largojmë nga zjarri. Flija është ftohur, është gati për konsumim, ka ra dhe terre, ta ndojmë një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë, vërtet ka dalë shumë e mirë. Ja dhe si duket flija, besoj se u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis unë flijë me mos gatuni. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.